Përshëndetje, mirë se erdhët në këtë episod në Adolescent. Sot jemi në Gramsh dhe kam kënaqësinë të bashkëbisedoj me dy nxënës të mrekullueshëm, me Mateon, presidentin e shkollës, dhe me Eslin. Esli, përshëndetje. Përshëndetje. Mateo, si je? Mirë, si jeni? Atëherë këtu jemi në qendrën e Gramshit apo jo? Po, në qendrën e Gramshit. Këtu është muzeu, aty është bashkia. Aty është bashkia, po. E kuptoj. Tani do bëni një prezantim të shkurtër veten tuaj, që edhe unë t'u njoh më mirë, po edhe ata që t'ju shohin, ta keni ide se kush jeni juve dhe çfarë bëni. Esli? Po, unë jam Esli, jam 18 vjeç, jam aktualisht maturante në gjimnazin e Gramshit, gjimnazin Shef Qertkuzi. Dhe unë jam Mateo Muça, jam 18 vjeç, jam në vitet 3 maturante, gjimnazi Shef Qertkuzi. Okej. Tani ku mund të ulemi ne që ta zhvillojmë bisedën tonë, edhe të jem pak më lirshëm? Mendoj të ulemi tek stoli. Okej. Hajde. Tani, për të bërë një bisedë pak më të lirshme, jemi ulur diku për të folur. Këtu jemi? Jemi në qendrën e qytetit Gramshit. Këtu është prapa nesh ndodhet bashkia dhe muzeu i Gramshit. Pra këtu është bashkia, jo është muzeu? Po. Shumë mirë. Do më thoni pak, jeni në vitet 3 gjimnaz apo jo? Po. Po. Për çfarë keni qef të studioni? Atëherë unë mendoj dhe kam ndarë mendje për një shkollë të lartë për laborant dentar, pasi më pëlqen si dek dhe shpresoj se doja dalë të arritëm me sukses gjithë aty. Ndërsa unë jam pak më e dyzuar në këtë pjesë, jam mes arkitekturës dhe inxhinierisë informatike, por të shohim me... Unë uroj shumë suksese, se tani për pak kemi dhe provimet. Po. Kështu që çfarë keni zgjedhur për provim? Pra për domethënë fizikën? Po. Suksese. Dhe biologji. Unë kam zgjedhur ekonominë. Unë shpresoj për të tre ne që t'i kalojmë sa më mirë. Si funksionon shkolla këtu? Ka gjimnaze shumë? S'ka? Janë shumë të rrept? S'janë? Në Gramsh, në qytetin e Gramshit do vetëm një gjimnaz dhe pastaj kanë rrethet e tjera, siç janë fshatrat e Kodovjat, Poroçan, Kukur dhe shumë fshatrat të tjerë, por për sa i përket mësuesve të rrept, nuk janë gjithë të rrept, domethënë janë më shumë social, më shumë ndihmues. Komunikojmë lirshëm, mësimin e bëjnë sipas rregullave. Është diçka që dhe për ne është mirë dhe për mësuesit gjithashtu. Pra mësimin e bëjmë në qendër nxënësin apo si e kanë? Po, më shumë vetë. Ju jeni nga Gramshi apo ju duhet që të bëni një rrugë? Jo, ne jemi nga Gramshi. Pra jeni brenda nga Gramshi, e kuptoj. Si është një ditë e zakonshme për ju këtu në Gramsh? Personalisht për mua, domethënë mëngjesit e dreka jemi në shkollë deri në orën 1:10 ose në orën 2. Më pas unë merr edhe me aktivitete tjera që organizon shkolla, si teatri ose muzika, që përfshin gjithë të gjimnazistët. Unë për vete kam gjetur veten në teatr dhe pas shkollës, domethënë, bashkë me mësuesen dhe me pjesë të tjerë të grupit, bëjmë skenat, provat e teatrit për ta dhënë në fund shkollës ose për maratonën rinore siç bëhet në Gramsh. Keni një festival në lidhje me teatrin apo? Jo, thjesht bëhet një fest maratona rinore që quhet e Gramshit, domethënë, edhe ku të gjithë rinia e Gramshit shpall talentet e tyre si muzikë, në kërcime, në teatr, në sfilata. Pra ka aktivitete po. Në mënyrë që edhe nxënësit të talentuar të aktivizohen edhe të jepet mundësia. Po ti Esli? Atëherë, dita ime është e ngjashme me Mateos, fillon me shkollën deri nga ora 2 kur mbaron mësimin, më pas shkoj në shtëpi, disa detyra, domethënë rutina e përditshme, pastaj pas viteve, nëse jam e lirë mund dal me shoqet, gjëra të këtij lloji. Pavarësisht kësaj jam edhe angazhuar me një kamp kodimi që bëhet gjatë verës dhe jemi tek procesi aplikimit. Kampi bëhet për vajza dhe mësojnë bazat e kodimit, HTML dhe CSS. Pra lidhe me IT-n, me fushën e teknologjisë. Fushën e teknologjisë. Më vjen shumë mirë. Pra Gramshi ju jep të tilla mundësi që ju të aktivizoheni. Ka nevojë për përmirësime? Padyshim që po. Mendoj se po. Sa më shumë. Në cilat fusha? Po, pavarësisht se ka disa aktivitete që mund të bëjmë që janë më shumë të lidhura me shkollën, për shembull gjatë verës, jeta bëhet pak më monotone, pasi nuk ka aq shumë aktivitete. Okej, bashkia organizon disa koncerte dhe gjëra të tilla, por mundësit nuk janë njëjta siç janë Tiranës, që mund të jetë qendra kursesh për mësuar disa gjuhë të huaja, një kinema apo
Gjëra të tilla, po. Sa natyre. Po. Mateos, çfarë keni një sugjerim? Që do doje ta kishe këtu? Po personalisht për vete unë, domethënë me pjesën e aktiviteteve, unë e gjej veten të aktivitetet që ka krijuar qyteti i Gramshit, por për pjesën tjetër besoj se t'i jepësh gjithë mundësia për të marrë pjesë në aktivitete, rastisht edhe vajza për kinaman ose për pjesat e kërcimeve, kush ka dëshirë për të bërë balerina dhe temi ose mendoj se këto duhen plotësuar për që të gjithë përfshihen dhe mos të që të bëhet jeta, domethënë jeta e tyre të bëhet më e përfshirë në këto aktivitet. E kuptoj. Gramshi si vend, nuk e di pse më lindi tani si pyetje. Është problematik në lidhje me ju adoleshentët, pra ndodhin shumë problematika? Problematika rreth nesh. S'është se Po. ka shumë problematika. Esli, cili është kundërshtimi? Jo, mendoj që është një vend i qetë, ne gjithë njemi me njëri tjetrin, nuk besoj që ka shumë A është vend i problematikë. sigurt? Them se po. Është sepse kemi komunikim me gjithë, ne njihemi gjithë këtu nga. Si qytet i vogël. Po, që është. se jeni qytet i vogël edhe Po. normal. E kuptueshme. Çfarë të doni të ndryshonit Në qytetin e Gramshit. në përgjithësi? Në përgjithësi. Besoj se s'ka që për ndryshuar, unë për vete jam shumë rregull. Je i kënaqur? Me gjitha, po patjetër. Unë mendoj që duhet kishte më shumë mundësi për të rinjt, më shumë vende pune dhe domethënë mos të kishte televizjen e njerëzve që janë gjithnjëherë më shumë duke u larguar nga qytete si Gramshi, por kishte më shumë oportunitete për zhvillim. Juve do largoheni? Mendoj për sa i përket shkollës të artë, normal që do largohemi sepse në Gramsh nuk ka universitet, por pas si universitetit mund të kthehemi nëse gjejmë një vend pune dhe një jetesë që e kemi menduar dhe të jetë me kushe të mira jetesë këtu në Gramsh. Unë nuk mendoj që do ktheheni. Po, Sepse kur ta shihni jetën e Tiranës, se sa e rrugshme është edhe sa mundësi të jep. Nëse ti është më lehtë dhe vendi punës dhe kushtet e jetës janë më të mira, normal që Ka më shumë mundësira sepse Mundësira, po, është patjetër. më shumë vend i Po. madh. Më kupton, kështu që patjetër do ketë më shumë mundësi. Po. Pra ju do largoheni mbas përfundimit të Po, gjimnazit. po. Tani Mateo dhe Esli pak më parë më thatë që kur keni kohë të lirë ju dilni. Do më thoni, cili është ai spoti juaj preferuar këtu në Gramsh për të dalë? Nuk është se kam një specifik, por që nëpër këto lokalet këtu afër. Dhe më Janë pas shumë mund larg qendrës? jo. Mateo, për ty? unë me thënë drejtën rrallë dalë sepse jam dhe marrëdhënie pune, por kur kam kohën e lirë dhe me fundjavave, lokal dhe pjesë e xhirave ose qëndrojmë me një event ku është Shatërvani sipër E dhe kuptoj. rim bisedojmë me shok. Ka shumë vende? Për të ndenjur, për të Po, po, Për kafe, ka. Qendra për dalë është- në një date, në një gocë. Qendra është e mbushur me lokale. Ka, domethënë, pjesa Ka sa e qendrës, ka sa duash. Kështu që Ti është në rregull. je në punë apo jo? Po, jam Se edhe përmendë një pak punë, tani. po. Çu ke nisur punë? Kam po bëj 2 vite që jam marrë një punë. Për të pasur atë lekun tënd, për të Për shtuar dhe Pavarësi- ditën më shumë, për t'u angazhuar, domethënë, dhe për të pas dhe ato për të plotësuar nevojat e mia personale. e kuptoj. Është diçka e vlefshme. Familja juaj është e kënaqur për zgjedhjet që ju keni vendosur të bëni? Po, A janë pak mërzitur që do largoheni nga Gramshi? Po, por është diçka që e dinin që në fillim, pasi Po. gjithë të rinjt shkojnë në Tiranë dhe bëjnë universitetin atje. ndërsa unë do zhvendosemi si familje, kështu që jemi Ja, gjithë do bashkë, zhvendosemi si do familje. zhvendosemi si familje. Thjesht do na mungoj kjo jetesa këtu në Gramsh. Po, sepse patjetër. Janë shumë vite jetesë, por mendoj se do mësohemi shpejt ande. E mendoni se më shumë sfida Tiranën? Me shumë sfida besoj se po. E si? Për mua mendoj që do jetë pak e vështirë, sidomos fillimi, përshtatja, qytet i ri, larg familjes, po besoj që do kaloj. Do shpejt. përshtateni, edhe do kaloj. Unë mendoj që do keni pak të vështirë periudhën sa të përshtateni, por mendoj që do e shihni dhe të përshtateni më shpejt se që mendoni. Mendoj unë. Do jetë që ke vështirë të filloni shkollën, por që të ambientoni mendoj shumë shpejt. Patjetër. Keni ndonjë shok, ndonjë shoqe që do largohet tjetër? Apo po thuaj se i gati gjithë gjimnazi do? Gjimnazi shkon dhe bën universitetin atje. Po për sa i përket marrëdhënieve që keni me familjarët, si i keni marrëdhëniet? I keni të ngushta, i tregoni për çdo gjë, i tregoni për problemet tuaja, apo pak kënaqësitë që keni ndaj shkollës, ndaj qytetit, apo dhe ndaj tyre ndonjëherë? Po flas, unë për vete kam marrëdhënie shumë të mirë me prindërit, flas domethënë për gjithçka, për përditshmëri ose për ndonjë problem për. Jam tip misie me prindërit, domethënë shok shoqe. E kuptoj. Jam shumë lirshëm.
Më vjen shumë mirë, shumë e rëndësishme. Edhe unë jam shumë e lirshme me prindrit, mund të flas për problemet që kam gjatë ditës, për pak kënaqësi, ndoshta edhe ndaj tyre, edhe ne më japin këshilla padyshim. Keni motra ose vëllezër? Po, unë kam një motër më të madhe. I ke më të madhe. Po. Është në Grams apo? Jo, është në Tiranë, është në shkollë, për stomatologji në vitin e 2. Suksese. Faleminderit. Esli? Unë kam 2 motra, janë binjake, janë klasën e 7. O, sa mirë. I ke binjaka? Po. Kanë kështu telepati, kanë ngjashmëri në çdo gjë përveç në pamje apo? Jo, janë të ndryshme. Janë të ndryshme, e kuptoj. Marrëdhënia si e ke me motrën Mateo? Shumë mirë. Flisi për ditë? Po, patjetër. Pjesa domethënë që është larguar, tani sigur jam mësuar sepse u bën 2 vite. Po fillimi ishte pak si më i vështirë për pjesën edhe në shtëpi domethënë kur ndjesha si vetëm. Ndjeshe si vetëm, e kuptoj. Pastaj është pjesa që mësohesh. Sa të desh ta ambientohesh me faktin që motra është larguar? Paktën, Apo nuk është e ambientuar kur thjesht e ke pranuar si gjë që ajo është larguar? Po 2-3 muaj kam qenë domethënë shumë kështu si luhatur mendime që çfarë do bëj tani, si do flas, si do shkoj domethënë marrëdhënia jonë e ngushtë. E kishe për çdo gjë mendoje aty. Po. Edhe tani patjetër, po që është pak më. Patjetër, po. Është ndryshe kur e ke në shtëpi edhe ndryshe. Normale. Edhe unë fakt nuk e mendoj dot jetën pa motrën time, pa vllajin. Është çike vështirë. Mësuar që Po, 2 vjeçër. e kuptoj. Edhe unë kam një motër më të madhe, edhe një vlla. Jam shumë e lumtur me thënë drejtën që i kam, se për çdo gjë kam motrën që më ndihmon, më këshillon, për 2 gabim që unë mund të bëj. Po vllajin e këshillojmë ne të dy, se është më i vogël. Esli, ti si ka marrëdhënie me motrat? Patjetër mendoj që është ngushta. Po, ngushta, po dyshim. Zjeni? Zjemi pak sepse është kjo diferenca e moshës që pëlqejmë gjëra të ndryshme, kemi mendime të ndryshme, por në fund ditës jemi të lidhura me njëra tjetrën. E kuptoj. Janë mërzitur që ti do largohesh? Po, domethënë në bisedat përditshme edhe përmendin faktin që ti do largohesh, Po. por që të paktën ka njëra tjetrën. E kuptoj. Ti vetëm do vish në Tiranë apo ke ndonjë plan me ndonjë shoqe? Po, ajo varet edhe nga shkolla që secila prej nesh do vazhdoj dhe sipas ku do jenë shkollat, që mund të marrim një shtëpi me qira së bashku apo me shoqet padyshim. Por si thash varet. Okej, mendoj që do ikësh më mirë. Sidomos me goca që ti ke marrëdhënie të ngushtë dhe të mirë, do e keni më të lehtë. Tani Esli dhe Mateo, do më thoni pak se për çfarë do ju marri më shumë malli nga Gramshi, nga qyteti ku ju jeni rritur, edhe keni kaluar pjesë më të madhe të jetës. Po, patjetër. Mendoj se më shumë do më mungoj pjesa e shoqërisë, domethënë pavarësisht se do e kem shumicën edhe në Tiranë, por mendoj se gjithë do shohin domethënë ato shkollën e vet, domethënë jeta do ndryshoj për ne të gjithë, patjetër. Dhe momentet që kemi kaluar gjithë bashkë, si me shoqërinë, si me pjesën e mësuesve 3 vite të gjimnazit dhe 9 vite të 9-vjeçares, domethënë. Pjesa e punës që jam mësuar dhe me atë, kjo pjesë do më mungoj, pjesë. Po, gjithashtu të unë, përveç pjesës familjes, që do vi padyshim të vizitoj shumë shpesh, pjesa e shoqërisë, të dalat së bashku, se pavarësisht që shoqëria do mbetet edhe në Tiranë, secili do ketë rutinën e vet, angazhimet e veta dhe do takohemi më rrallë. Gjithashtu edhe shoqëria me shokët e shkollës, të dalat në korridor, bisedat në orën e mësimit, ekskursionet. Po, patjetër bëni shpesh ekskursione? Po. Do bëni ndonjë tani besoj se është viti i fundit. Kur do e bëni? Mendojmë në fund majit, Ku? në Saran. Do shkoni? Patjetër. Edhe në fund majit e kemi. Në Saran dhe kemi një ekskursion 3 ditor me 2 net. Juve? Po, ashtu. Me një natë apo? 3 ditor me 2 net. Super. Inshallah kënaqeni edhe t'ja kaloni sa më bukur. Më përmendu pak më parë, në fakt tani më përmendu pak shkollën edhe mësuesit. Mateo, si keni marrëdhënie ju këtu me mësuesit? Marrëdhëniet me mësuesit janë të mira, domethënë profesionale, shumë profesionale me shumë mësues të tjerë, kemi marrëdhëniet si më shoqërore. A ndjeni të mirë kuptuar? Po, patjetër, mirë kuptojnë njëri tjetrin. Na ndihmojnë shumë, na respektojnë. Mundohen t'ju kuptojnë atë botën tuaj? Po, domethënë kuptojmë të gjithë, domethënë kur kemi një sikletonin ose një problem, dhe na ndihmojnë, na pyesin domethënë. Kemi shumë kontakte të mira me Pra janë të mësues. gjithshëm. Po. Edhe përtej orarit të shkollës. Po. E kuptoj, më vjen shumë mirë, po ti si? Po, dhe për mua marrëdhëniet Si janë për ty? Janë të mira, janë si s'ta dhe Mateo, marrëdhënie që nuk janë shumë shoqërore për mua, por që janë mirë kuptues, janë
gjenden për një pyetje apo një problem që mund të kenë. Për aktivitetet që ju merrni pjesë, janë suportues? Po, Po, padyshim janë shumë sportiv. Janë tolerant në notë? Tolerant. Jam shumë kurioze ta di. Është pjesa që sa dim, Se ne mi kuptojnë domethënë nëse ne përpiqemi që të arrijmë më lart. Kjo është e gjitha, jo se ne i vënë më notat si kanë dëshirë. tani neve që vim nga Tirana, Po. kemi një ide në kokën tonë dhe themi që nxënësit që janë nga rrethet, Po. edhe nga vende të vogla, e kanë më të lehtë marrin notën. Kjo është e vërtet sipas jush? Se unë përgjatë sezonit të dytë, që kam vajtur në përrethe, këtë pyetje kam bërë. Tani me që jam dhe ngram, sot, do ta bëj dhe tek juve. Po, mendoj që jo. Domethënë, vlen si stereotip është i dëgjuar shumë, por që mendoj që jo, se padyshim ne njihemi dhe me mësuesit, pasi kam shqytet i vogël, po kjo nuk do të thotë që ne do të marrim notat në momentin që kur nuk mësojmë, apo ka shumë nxënës cilësor që marrin notat, dieta, notat shumë të mira dhe që kanë dalë shumë mirë edhe me provimet e maturës. Jo, në patjetër, mos ma keq kupton, nuk është se ne themi që unë nuk mësoni. Jo, Në po po. thjesht mendojmë që është pak më e lehtë se sa në Tiranë. Me lehtë. Pra ti Jo, mendoj që nuk ndoshta më e lehtë mund të jetë për shkak se konkurenca edhe nuk është si në Tiranë, por që padyshim që ka dhe nxënës shumë të mirë. po, patjetër. Edhe unë mendoj që kanë nxënës Kanë cilësor. nxënës më të mirë. Unë për shembull me mësuesit, se ajo marrëdhënia shoqërore që fola pak më parë është për shkak të sepse kam një status domethënë në gjimnaz jam presidenti i shkollës, edhe janë marrëdhënie domethënë sa me mësuesit dhe me nxënësit, me gjithë nxënësit, i kam shumë të mira, raporte shumë të mira, domethënë që më ndihmojnë dhe i ndihmojnë shumë. Po për pjesën e notës që hyn kjo pjesën e notës që mund të marr më shumë se të tjerat, kjo nuk është prezente aty. Mateo je presidenti i shkollës, a? Po. Çfarë ke bërë si president? A të ka shijuar pak i roli i presidentit? E kam marrë në fillim, domethënë Pak me stres? Më zhduka pjesa po me stres sepse a doja dal. Por mendoj se të gjithë gjimnazistët kanë bërë zgjedhjen e dur dhe ja kam dalë shumë mirë me të gjitha aktivitetet që Këtë Mateo do ta thotë Esli. Nuk do ta thuash ti. Esli, çfarë mendon për Mateon si president? Mendoj Për ti që shoqërisë ju mund të keni ashtu, thuaj e trosh. mendoj që i shkon ky roli i presidentit, e ka bërë pak më të përgjegjshëm se ç'mund të ketë qenë në fillim. Mateo, siç tha, është edhe i angazhuar shumë me pjesën e aktiviteteve, teatri, mund të ketë Jeni menduar që keni zgjedhur? Jo. Jo. Bravo Mateo. jam munduar Ke treguar që je president i denj i shkollës tënde. Çfarë ke bërë ndonjë gjë interesante si president? në pjesën e shkollës, gjithë aktivitetet, domethënë festat ndërkombëtare domethënë që kemi, festat kombëtare i kam realizuar në maksimum të gjitha dhe pjesë të tjera të mbrëmjeve që bëjmë si gjimnazist. Kam mbështetur shumë aktivitete duke marrë pjesë Çfarë si mbrëmjesh bëni ju këtu mbrëmje? mbrëmje në lokal, domethënë ku bëhen thjesht gjithë nxënësve në pranive të mësuesve, ku kërcejmë, festojmë për një festë caktuar. E Për kuptoj. vitin e ri për shembull ose Mblidheni shpesh kështu? shpesh herë jo, por me rast, domethënë në vit, sa që është një vit shkollor, domethënë mund mbledhemi vetë 2 herë, 3 herë. Shumë mirë. një aktivitet që i pëlqen Është si ti gjithë ballur të e rinjve. kjo pjesë e vitit të ri apo? Jo, pak Jo, më si tip, pak më thjesht. pak më Pak më thjesht, thjesht. që i pëlqen gjithëve që të kërcejnë, të jenë prezent, kalojnë Kaloni kohë kohë, bukur po. me njëri tjetrin. Më vjen shumë mirë. Po ekskursionin do e bësh ti? Po, E ke ti në po, organizim? Po, të gjitha. Dhe Si pjesën bëni e ju këtë maturës. ekskursionin? Ti bëni me zysha, pa Po, zysha? me drejtoreshën e shkollës që na mbështet. Pra vjen dhe gjithmonë, drejtoreshja po, në patjetër. ekskursion, e Na kuptoj. mbështet. Dhe mësuesit kujdestarë ose mësues të tjerë që kanë dëshirë që të vinë me ne. E Dhe kuptoj. bëhemi të gjitha maturat dhe shkojmë vizitojmë ne. Mendoj si presidenti ke marrëdhënie të mira gati me të gjithë. Me të gjithë, po. Apo jo? Jam dhe njëri social vetë, domethënë që i dua marrëdhëniet e mira me të gjithë. Po, edhe Jo për vetëm- shtatesh mendoj po, let. tjetër, po. Ti Esli si ke marrëdhëniet me Unë kam një grup shoqëror pak më të ngushtë, por që nuk është se kam konflikte me njerëzit. Edhe unë mund Do jam vish- sociale. E kuptoj. Ndodhin shpesh konflikte këtu në shkollën vjeçare apo në gjimnaz? Esli, Nuk mendoj që ndodhin, edhe nëse ndodhin nuk janë konflikte të mëdha, kështu që zgjidhen mes njëri tjetrit. Mateo si president ke vënë në dukje ndonjë fsherr në konflikt? Jo, domethënë konflikte mes djemve janë konflikte shumë të tjera, nuk kalojnë që të bëhen konflikte të mëdha me institucione të tjera për shembull, se janë konflikte që i zgjedhin mes në shkollë, me punësit sociale, drejtoresha, gjitha të
tjerët. Më vjen shumë mirë, inshallah nuk kam sa më larg. Edhe ti si president, sa herë që shef në një Patjetër, shenjë, ajo është pa në një nxënës largim. pak më shumë agresiv, që mund të ketë rreziqe si situatë pak më vonë, merr masat edhe Mateo dhe Esli, shumë faleminderit që si fillim pranuat ftesën. Faleminderit dhe Faleminderit juve. ju. Shumë faleminderit. Ky është edhe episodi këtu në Grams që adoleshencës, shifemi në episodin e radhës.